Në pranverën e vitit 1999, me zborës dhe flakëve që përpinin fshatrat e Sharrit, një familje shqiptare po ikte drejt kufirit. Në rëmuj, gjyshja mbeti pas me foshnjën në krah. Të dy humbën në pyll, pa ushqim, pa dritë, vetëm me shpresën se dikush do t'i gjente. Ditët kaluan, foshnja qante, e gjyshja mezi qëndronte në këmbë derisa një mëngjes, një bari shqiptar që ruante delet, dëgjoja të vaj të lehtë që vinte nga thellësia e pyllit. Ai i mori me vete, i strehoi në një kasolle të vjetër, dhe për 3 javë u bë gjithçka për ta, baba, nën, mbrojtës. Nuk i tregoi askujt, as kur ushtarët kërkonin refugja të fshehur. I fshihte, i ushqente me bukë misri e qumësh deleje, dhe çdo natë i lutej Zotit i shpëtonte. Kur lufta mori fund, gjyshja dhe foshnja u bashkuan me familjen, por bariu nuk jetoi gjatë. Sot, pas më shumë se 25 vitesh, ai fëmijë është burr. Jeton jashtë, por çdo verë kthehet në të njëjtin mal. Shkon te vari i bariut, vendos lule dhe thot me zë të ulët: po mos të ishe ti, as unë s'do të isha sot. Sepse në atë mal, mes frikës dhe acarit, një shpirt shqiptar shpëtoi jetën e një fëmije, pa kërkuar kur asgjë në këmbim.